Si ta mbani larg pluhurin? Le ta pranojmë. Pastrimi i pluhurave nuk është puna më e lehtë në shtëpi. Nuk ka rëndësi sa herë e lani dyshemen, apo fshini fshesën me korrent, qoshet dhe të qarat. Shumë shpejt, pluhuri është sërish aty. Në këtë video ne do ju tregojmë si të mbani larg pluhurin, i cili mund të jetë një pjesë e bezdishme e jetës së përditshme, sidomos për njerëzit me alergji dhe probleme të frymëmarrjes. Paksoni sasinë e sëndeve në shtëpinë tuaj që mbajnë pluhur dhe alergjen. Ky është hapi i parë parandalues. Lani shpesh çarçafët dhe mbulesat e krevatit. Ne rekomandojmë larjen e çarçafëve një herë në javë dhe ndërrimin e peshqirëve çdo 3 ditë a më shumë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme nëse keni kafshë shtëpiake. Pastroni pluhurin rregullisht. Mos përdorni pend për të fshirë pluhurin, sepse përfundoni duke e rishpërndarë në ajër ose në sipërfaqe të tjera. Shoqata amerikane e mushkërive rekomandon hiqjen e pluhurit me leckë të lagur. Mund të përdorni një leckë mikrofiber të lagur me spray për hiqjen e pluhurit për të pastruar shumicën e sipërfaqeve të sheshta në shtëpi dhe të fshini cepat dhe qarjet me fshesë dore.